Davidi vrapoi poshtë rrugës dhe me çantën e shpinës që i godiste shpinën dhe syt plot frikë. Atletët e tij ishin të pista, zemra i rrite me shpejtësi, por ai as nuk u kthye prapa. Pranë tij vraponte Loki, një bastard me flokë të errët dhe me një hund të bardhë. Edhe ai ishte i djersitur, me gjuhën jashtë, por i fortë si gjithmonë. Të dy kishin kaluar shumë gjëra tashmë. Davidi jetonte në një vend të keq, me britma natën, pjata që thyeshin dhe njerëz që thoshin se nuk ishte i mirë. Loki u shfaq një nga ato ditë, ai ishte i plagosur, me një litar rreth qafës, i lënë në pyll. Davidi u kujdes për ta, u dha ujë, ndau bukën e thatë që atëherë, njëri është shndërruar në tjetrin askush nuk e dinte, por ishte Loki ai që i shpëtoi jetën. Atë natë kur njerku mbërriti i dehur dhe ngriti dorën qeni kërceu përpara, kafshoi, bëri zhurmë ishte koha që Davidi të vraponte në pyll dhe të mos kthehej më kurrë. Tani të dy ishin vetëm, duke ikur pa ditur se ku. Por Davidi e dinte çfarë donte, doja të zhdukesha, doja një vend ku askush nuk bërtiste, ku mund të flinte me krahun nën kokë dhe Lokin të pushonte përmbys shkure, filloi të trashet pemët e larta, toka e lagësht, aroma e fortë e tokës së lagësht. Loki ecte përpara, sikur ta dinte rrugën. Her pas here ai ndalonte, shikonte prapa dhe priste Davidin. Ndihej si një udhërrëfyes, ndihej si një engjëll, ndihej si gjithçka në të njëjtën kohë. Ata gjetën një hapësirë të vogël me një trung të rënë, ata ulën aty. Davidi hapi çantën e shpinës, aty kishte vetëm një shishe të vogël uji, një banane dhe një fletore të vjetër. Ai e ndau bananen me Lokin dhe shkroi në fletoren e tij: "Ne jemi gjallë dhe kjo është tashmë shumë." Pastaj u mbështet te qeni dhe i mbylli syt. Heshtja ishte e çuditshme, nuk kishte bori, nuk kishte hapa të rënd, vetëm zhurma e erës në gjethe dhe frymëmarrja e qenit ishte e mundur të harrojë bota, qoftë edhe vetëm për një çast. Por ata e dinin pylli ishte i bukur, por ai fsheu gjëra dhe në atë vend ku askush nuk mbërriti diçka ishte gati të ndodhte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Dita agoi ngadalë në pyll, drita kaloi midis gjetheve sikur të kishte frikë të hynte plotësisht. Davidi u zgjua nga zhurma e Lokit që po nuhaste dy shemen. Qeni ecte para dhe mbrapa, duke nuhatur, me bishtin pak të ulur, sikur të ndjente diçka të ndryshme. Davidi u shtriq, piu pjesën tjetër të ujit dhe ja kaloi dorën mbi qafë qenit. "Qetësohu, partner, gjithçka është në rregull." Por Loki nuk u ndal, ai u kthye, ngriti kokën, dëgjoi atë që Davidi nuk e dëgjoi. Ai ishte i shqetësuar dhe kjo e bënte zemrën e djalit të rrite më shpejt. Ata vazhduan të ecnin pa qëllim, thjesht duke ndjekur gjurmët e heshtjes. Pylli po mbyllej gjithnjë e më shumë, një deg i goditi këmbën, një gjemb i gërvishti krahun, por Davidi nuk u ankua. Isha larg shtëpisë dhe kjo ishte tashmë një lehtësim. Pas pak kohe ata gjetën një shteg të fortë në tokë. Nga gjurmët në tokë, dikush kishte kaluar andej jo shumë kohë më parë. Davidi shikoi Lokin, a ka njerëz këtu përreth? Qeni nuhati, bëri 2 hapa përpara dhe u ndal. Në mes të pyllit, nga askundi, u shfaq një copë e kuqe e varur në një deg. Ishte një pëlhur e grisur, me një njoll të errët në cep. Davidi u tërhoq me kujdes, shikoi përreth. Loki gromëriu ngadalë, nuk ishte vetëm një gjethe që lëkundej, kishte prani, dikush kishte kaluar andej apo ishte ende përreth. Ata vazhduan me më shumë kujdes, këmbë të lehta, duke dëgjuar me vëmendje pa pritmas. Loki u ndal në vend. Ai shikoi drejt përpara, me gjithë trupin të ngrirë. Davidi u përkul, zemra i rrite fort në qafë. Në mes të pemëve, rreth 20 metra larg, mund të shihej një gjë të bardhë. Duket si një strukturë, një ndërtesë e vogël, e fshehur midis degëve. Loki: "Çfarë është ajo?" Qeni nuk lehte, thjesht ecte ngadalë. Dhe Davidi e ndoqi nga pas, çdo hap më ngadalë shkureja u bë shumë e qetë, as zog, as erë, vetëm zëri i të dyve. Ata u afruan dhe pan ishte një shtëpi e vjetër, e bërë me dru të kalbur, dritaret e mbuluara me copë, dera pak e hapur duke i braktisur, por kishte gjurmë këmbësh në hyrje, gjurmë të freskëta. Davidi qëndroi i palvizur për një sekond, qeni u ul pranë tij, me kokën ngritur. Djali gëlltiti me vështirësi dhe tha butësisht: "A ka ndonjë këtu?" Davidi mori frymë thellë dhe e hapi derën me kujdes. Bëri një zhurmë të lehtë kërcitjeje, nga ato që të shkaktojnë dridhje. Loki ecte përpara, ngadalë, duke nuhatur tokën sikur të lexonte një histori pa fjalë. Shtëpia ishte e errët, me erë myku dhe druri të vjetër. Kishte pluhur në ajër, por kishte edhe gjëra të kohëve të fundit, një gotë plastike në tavolinë, një leckë e lagur në cep dhe në 2 sheme, shenja këpucësh që të çojnë në njërin nga dhomat. Davidi u ndal në mes të dhomës dhe e shikoi qenin.
Lokiut i ishin ngritur veshët, trupi i tij ishte i mbështjell, por ai nuk duke i frikësuar. Ai duke i vëmendshëm, ai u kthye ngadalë dhe tregoi me hum një derë në anën e maj. Djali vazhdoi me zemër të rëndë. Ai shtyu ngadalë, druri kërciti përsëri brenda, kishte një hamak të varur shtrembër, një elektrik dore të fikur në dy sheme dhe një batanie të palosur me kujdes. Ishte e qartë se dikush po flinte atje. Por personi nuk ishte më aty pa pritmas. Loki u kthye shpejt dhe doli me vrap nga shtëpia. Davidi e ndoqi pa menduar kur doli, pa qenin duke qëndruar në buzë të shtegut, duke ngulur syt në pyll. U dëgjua një zhurmë e lehtë, si një hap në pyll. Por zëri u ndal pa pritur. Davidi ngriu, a ka ndonjë këtu, Loki? Qeni nuk u përgjigj, ai vetëm qëndroi aty, duke e ngulur syt, duke nuhatur erën. Djali e tërhoqi qenin prapa, hyri përsëri në shtëpi dhe e kyçi derën nga brenda me një copë druri. Zemra i rrite ende fort, por përpiqej të qëndronte i qetë. Ai mori fletoren nga çanta e shpinës dhe shkroi, ka dik afër. Por ne nuk do të ikim. Do të presim. Ata ndezën dritën e dorës, hëngrën copën e fundit të bananes dhe Loki u shtri me kokën në prerin e Davidit. Edhe me gjithçka të çuditshme, me frikën atje në cep të dhomës, të dy arritën të pushonin pak. Jashtë, në atara rënd dhe në mes të errësirës, një zë u kthye hapat ngadalë, zvarritur ata u ndalën te dera, por ata nuk goditën, ata thjesht qëndruan atje sikur kushto që ishte në anën tjetër po priste gjithashtu diçka. Davidi e mbante elektrikun e dorës me një dorë që i dridhej. Loki ishte ulur para derës, nuk lehte, vetëm po e shikonte me vëmendje. Zhurma jashtë kishte pushuar, por heshtja ishte edhe më e frikshme. Ishte sikur shkurja mbajti frymën duke pritur atë që do të vinte më pas. Djali e vuri veshin në dru, asgjë, as hap, as erë, as kafshë, vetëm zemra e tij rre fort brenda gjoksit të tij. Ai mendoi të bërtiste, duke pyetur se kush ishte aty. Por diçka brenda tij i thoshte të mos e bënte. Jo, ende Loki gjithashtu nuk lëvizi, dhe kjo e bëri gjithçka edhe më të çuditshme. Ai qëndroi aty i vendosur, me sytë e ngulur te dera. Kaloi një kohë që më dukej si një përjetësi derisa një zhurmë e lehtë erdhi nga dritarja e pasme, sikur një gur të kishte goditur murin. Davidi u ngrit ngadalë, drejtoi dritën e baterisë, por nuk pa asgjë. Vetëm hije dhe shkure të dendura. Ai u kthye te dera dhe i përshpëriti qenin. Nëse gjërat shkojnë keq, do të ikim, në rregull? Loki tundi bishtin vetëm një herë, sikur të kishte kuptuar gjithçka. Atëherë doreza e derës u rrotullua ngadalë, por nuk u hap, u kthye vetëm pak, pastaj u ndal. Davidi e mbylli të gjithë trupin e tij, mbajti frymën. Loki u drejtua, bëri 2 hapa përpara dhe gromëriu butësisht. Nga ana tjetër e derës, një zë i dobët foli, "Hej, a ka ndonjë aty brenda?" Ishte një zë i hollë e i frikësuar, zë vajze. Davidi i zmadhoi sytë dhe foli pothuajse pa menduar. "Kush është atje?" Zëri u përgjigj butësisht, "Jam unë." "Më ndihmoni, ju lutem." Davidi shikoi qenin, pastaj dorezën e derës. Hapa me kujdes drynin. Ai e hapi derën vetëm pak dhe atje, në këmbë, me sytë plot me lodh dhe këmbët zbathur, ishte një vajzë e vogël, me një fustan të grisur dhe fytyrën e ndotur nga pluhuri. "Je vetëm?" Ajo pohoi me kokë. Davidi e hapi derën pak më shumë dhe e tërhoqi brenda. Ai e mbylli përsëri shpejt, kyçi gjithçka, e shikoi me kujdes. Ajo po dridhej nga të ftohtit, por nuk tha asgjë tjetër. Loki ju afrua, e nuhati dhe e përqafoi ngadalë. Ajo nuk kishte frikë, ajo u përkul dhe i përqafoi qafën sikur ta kishte njohur prej vitesh. Davidi u ul në 2 sheme, tërhoqi batanien dhe i mbuloi të 3. Feneri ende i ndezur ndriçonte vetëm fytyrat dhe në atë heshtje pylli. Ai e dinte ky ishte vetëm fillimi. Dielli mezi kishte lindur dhe drita hynte dobët në përçarjet e shtëpisë së vjetër. Davidi u zgjua me Lokin ulur pranë derës, me shikimin e ngulur jashtë. Vajza ishte ende në gjumë, e mbledhur në një cep me batanien e tërhequr deri në mjekër. Por këlyshi ishte tashmë i vëmendshëm. Davidi u ngrit ngadalë, e shikoi në fytyrë. Ajo ishte e zbetë, e djersitur, frymëmarrja e saj ishte sipërfaqësore. Ai vuri dorën në ball dhe ndjeu shumë vap. "Ajo ka ethe, Loki." Qeni le shkurt, u kthye nga pylli dhe eci drejt derës. Davidi e kuptoi menjëherë. Ai donte që djali ta ndiqte. Ai mori çantën e shpinës bosh, futi elektrikun elektrik brenda dhe shkoi pas qenit. Pylli duke ndryshe atë ditë era frynte ngadalë, gjethet lëkundeshin ngadalë, sikur gjithçka po priste që të ndodhte diçka.
Loki ecte shpejt, por gjithmonë shikonte prapa. Ai u udhëhoqi me saktësi, duke kaluar në përshtigje që Davidi nuk mbante mend t'i kishte parë më parë. Ata ecën për një kohë që djali nuk mund ta numëronte. Derisa mbërritën në një fushë të hapur, me një ndërtesë në qendër ishte e vogël, e bërë nga dru i qelet dhe ndryshe nga shtëpia ku ishin ata. Davidi vrapoi drejt derës dhe trokiti me zë të larë. U deshën disa sekonda, por u shfaq një zotëri plak, mjekër të bardhë, rroba të egra. Ai kishte sy të mirë. Davidi i shpjegoi të gjitha menjëherë. Ai foli për vajzën, e thet, ikjen, gjithçka. Burri nuk mendoi dy herë. Ai mori një valixhe, të quajtur David dhe Loki, dhe të gjithë u kthyen poshtë shtegut. Kur mbërritën, vajza ende merrte frym, por shumë e dobët. Burri u gjunjëzua pranë saj, hapi çantën dhe filloi të kujdesej për të. Ndërkohë, Loki u shtri jashtë trupi i lodhur, gjoksi që ngrihet ngadalë. Davidi ul aty pranë, kaloi dorën nëpër leshin e tij dhe pëshpëriti, edhe atë e shpëtove, apo jo? Këlyshi e shikoi djalin në sy për herë të fundit. Pastaj uli kokën në tokë dhe nuk u ngrit më kurrë. Heshtje totale. Davidi ndjeu një shtrëngim në gjoks që nuk mund ta shpjegonte. Vajza u zgjua pak më vonë, e dobët por gjallë. Burri tha se ajo do të përmirësohej, por Davidi qëndroi aty në vend. Duke parë qenin e qetë dhe madje pa thënë asgjë, ti e dije se Loki kishte bërë gjithçka që mundi ditë më vonë, e varrosën në pyll në të njëjtin vend ku gjeti paqen dhe pikërisht pranë varrit. Lindi një lule e kuqe. Askush nuk mbjelli, por të gjithë e kuptuan, sepse kur dashuria është e vërtet, ai nuk ka nevojë për fjalë, vetëm një gjest i fundit. Davidi nuk tha asgjë tjetër pasi varrosën Lokin. Ai qëndroi ulur në buzë të varrit për orë të tëra, me sytë e thatë dhe gojen e mbyllur. Vajza flinte brenda në kabinë, fytyra e saj tashmë nuk ishte më aq e ngrohtë, por Davidi nuk mundi të hynte brenda. Duket sikur nëse do të hynte nga dera, do ta linte qenin aty për gjithmonë. Burri i pyllit solli pak supë dhe ja ofroi, por djali vetëm tundi kokën. Pjata mbeti aty, duke u ftohur në anën e rrënjës ku mbështetej shpina e Davidit. Ai shikoi lulen e kuqe që po rritej pranë varrit. Nuk e kuptoja se si diçka kaq e bukur mund të rritej në të njëjtin vend ku gjithçka dhemte kaq shumë. Dita kaloi, nata kaloi. Dhe kur dielli doli përsëri, djali ishte ende aty. Flokë të çrregull, rroba të pista, por shikimi është i palvishëm, sikur të ishte një kohë tjetër. Vajza u zgjua, doli ngadalë dhe u ndal pranë tij. U ulën bashk, pa thënë asnjë fjalë. Ai mori një copë druri dhe filloi të vizatonte në tokë me gisht. Ai bëri një qen me veshë të varur, bëri një zemër dhe shkroi emrin, Loki. Davidi shikoi, mori frym thellë dhe tha butësisht. Ai ishte e tëra çfarë kisha. Ajo nuk u përgjigj, thjesht mbështeti shpatullën e saj në të tijën. Dhe të dy qëndruan aty. Pa folur. Pa qarë. Vetëm duke qëndruar. Më vonë, burri solli një gur të lëmuar dhe e ndihmoi Davidin të bënte një shenjë. Ata shkruan me qymyr, këtu prehet Loki, qeni që e pasë djali krurë, askush tjetër nuk e paste. Atë natë, Davidi ëndërroi për qenin. Ai ëndërroi sikur po vraponin së bashku në përpyll, të lirë, të lehtë, pa frikë. Qeni ndalonte, e shikonte dhe tunte bishtin. Pastaj u kthye dhe u zhduk midis pemëve. Por në ëndër, Davidi nuk ndjeu dhimbje. Ndjeva paqe. Kur u zgjua, vajza ishte ende duke fjetur. Burri e fiku zjarrin. Dhe pylli. Pylli ishte më i qetë. Davidi u ngrit, shikoi përsëri lulen e kuqe që rritej në buzë të varrit. Ai i preku petalet me kujdes. Ai i mbylli sytë dhe pëshpëriti. Faleminderit për gjithçka, partner. Pas kësaj, ai bëri një hap përpara. E dija që dhimbja do të vazhdonte. Por tani edhe ai e dinte. Se edhe pasi gjithçka të ketë mbaruar, disa gjëra qëndrojnë. Në aromën e tokës. Në zhurmën e erës. Dhe në heshtjen që flet më fort se çdo fjalë.